kjo është, para se me të qenë një fitore sportive, është një fitore politike. Politike? Po, shumë e madhe është si fitore politike, se sa si fitore sportive. Gjithsesi është fitore sportive, mësë me qenë kjo fitore sportive, s'kish me qenë asë fitore politike, por në radhë të parë, për neve është më rëndësije që është një fitore e madhe politike, që bëtë fjallë për kampionat botnor të futbolit, edhe për një vend i cili nuk e ka njohur Kosovën, edhe që loja është lujt atje, edhe që rezultati nuk u konë 1-0, po u konë 4-3, dhe më thonë që aty u zhvillu loj spektakli vërtet, në aspektin sportiv, edhe fitoria ka qenë bince, ata tek në minutën e fundit e bën golin e tretë. Ajo çfarë e zbe këtë fitore politike është prezenca e flamurit të Shqipnisë në stadion. Gjithë mediat e Serbisë i kanë parë të komentu, të gjitha kanë vënë vetëm ato skena ku duke flamuri i Shqipërisë, askund ku duke flamuri i Kosovës. Sepse ata doni me tregu që këta nuk janë akoma të pjekun, ja i kanë pranuar në UEFA, FIFA, i shkruajnë natyrisht me ato të shtuqujtura Kosova, jo me Kosova, edhe që këta akoma ndihen si minoritet, akoma këta janë krahinë jona jugore, se qërë kret me flamur të Shqipnisë. Më thonë, kjo që ka zbe këtë fitore politike, edhe dosh me bo apel gjithë tifozëve të Kosovës, qofshin ata nga Kosova, edhe tifozët shumë nga Shqipëria. Unë shumë njerëz nga Shqipëria më kanë thonë që ma kum dosh me fitue, do më thonë, pse janë Shqipërisë, lindur në të rritun, jo Kosovarë. Kum dosh me fitu Kosova se sa Shqipëria, të e ditë rëndësin politike që ka, sepse fitoria Shqipërisë është vetëm fitore sportive, kurse fitoria Kosovës, thash, është jo vetëm sportive, është edhe fitore politike. Edhe të gjitha ata që janë, do më thonë, tifoz nga Shqipëria, Macedonia, nga Kosova, nga diaspora, duhet dinë që kombëtari e Kosovës përkrahet me flamur verdhe kaltër dhe me asnjë flamur tjetër. Që çfarë do flamuri tjetër, ajo e zbe këtë. Nëse du të ishëm në antartë kombëve bashkume, nëse du të ishëm të ngranum, edhe ma pak ish pas rëndësi, edhe me pas edhe flamuj tjera dhe kështu. Po ti po shkon, edhe po mënosh me bindë botën, qoftë edhe përmes sportit, që duhet me na njohë, që na jemi një shoqëni e cila meriton me konë një shtet i pavarur dhe sovran, edhe ti akoma po sillesh, nuk pe një vetveten, akoma po sillesh si minoritet, atëherë kjo e jep mesazhin e kundërt të asaj. Prandaj, në ndeshjen me Turqinë, unë shpresoj që në stadium të jenë vetëm flamuj të Kosovës, të tifozët të Kosovës, ka dhe qofshin ata të shumë, dhe vetëm flamuj të Turqisë, të tifozët e Turqisë, të cilët sigurisht do të jenë aty në stadium. Kjo është normale me qenë, kështu, edhe është edhe një vrejtje që e kam për klasën politike të Kosovës, domthonë pej kryeministit Albin Kurti, të poshtë, të cilët në parandeshjes Kosova-Shqipëria, Kosova që me Slovakinë dhe Shqipëria me Poloninë, mas pari urojshin Shqipninë e tani Kosovën. E kur ndodhi që fitoi Kosova e humbi Shqipëria, e harrun Shqipninë e urojshin veç Kosovën. Jo, kur e don Shqipninë dush me dasht edhe në fitore, edhe në humbje. Jo, kur fiton Shqipnia, po se na jemi shqiptar, edhe jemi të gëzum, po festojmë, e po urojmë, a kur humb Shqipëria, a ka humb shteti fqin. Kjo të regon që kjo nuk është patriotizëm. A është ma tepër, nëse ti Kosovën e she si gomë rezervë të Shqipnisë. Se ti mas pori për auron Shqipnisë, e tani Kosovës. Se e kemi edhe temën tjetër, veç po du pak mendimin e gjithë se cilit për shkak të emocionave që jemi zgju sot shumë të gëzushëm, fakt edhe shumë krenar.